Këta të tre që vetë se kanë kaluar, i fundit ishte atje për të vërtetës, apo jo? Për çfarë, le të themi çfarë zhanri? Zakonisht unë shkruaj në, domethënë, 2 librat i kam proz, një kam në poezi, domethënë këtë të fundit. Kam atë stilin filozofik, social, pak të mendimit kritik, domethënë kjo më pëlqen më shumë. Më pëlqen të trajtoj tema të ndryshme nga realiteti, të pikas disa tema që janë më aktuale, që prekin njerëzimin konkretisht të rinin, që domethënë me një fjalë mos të jenë të bezdishme për të lexuar, por të jenë të kapshme dhe të kuptueshme. Aty zakonisht. Si për shembull, nëse mund t'i përmendim disa ose diçka, po cilat kanë qenë ndoshta disa tema që i ke trajtuar tek të tre butimet? Për shembull, te libri i parë ka qenë jeta e njeriut gradualisht që nga lindja, zhvillimi, dashuria, vuajtja deri tek vdekja. Libri i dytë gjithashtu ka qenë një botim social filozofik i thellë që flitet për jetën e një gruaje, domethënë se si i parashohin burrat se gratë nuk dinë të dashurojnë. Dhe domethënë tani ky i fundit është kështu po ashtu i mendimit kritik, është social filozofik që flet në përgjithësi për jetën e njeriut, për natyrën, domethënë gjithçka që ka të bëjë me realitetin tonë dhe që na lidh zakonisht.